Një studim që analizon efektet e kafeinës te kujtesa ka arritur në përfundimin se konsumi i kafes dhe çajit shërben jo vetëm për të rritur vëmendjen, por edhe për të përmirësuar kujtesën. Mike Jasa, profesor i neurobiologjisë në Universitetin e Kalifornisë në Irvine, ka qenë pjesë e një grupi studiuesish të interesuar për të parë nëse kafeina, një përbërës aktiv në kafe, çaj dhe çokoladë, mund të ndihmonte edhe në përmirësimin e kujtesës. Pasi mëson diçka të re, duhet kohë që kujtesa të aktivizohet dhe ajo që mësove të mos harrohet. Gjatë 24 orëve të para ndodh pjesa më e madhe e harresës. Prandaj, duke ndërhyrë me kafeinë, donim të shihnim nëse mund të ulnim ritmin e harresës gjatë kësaj periudhe. Jasa dhe kolegët e tij lodhën një grup prej 160 personash që nuk pinin pije me kafeinë, si pjesë e studimit të tyre. Ditën e parë, ata u treguan pjesëmarrësve fotografi të objekteve të përditshme dhe i pyetën ato nëse këto objekte gjendeshin brenda në shtëpi apo në mjedise të hapura. Më pas, një numër pjesëmarrësish pinë një tablet me kafeinë, të tjerët një tablet pa kafeinë. Të nesërmen, studiuesit u treguan pjesëmarrësve fotografi të tjera. Studiuesi thot se ata që kishin pirë kafeinë kishin rritje 10 deri në 12% në aftësinë për të kujtuar objektet.